أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Këto zemra të cilat janë themeli i krejt punëve, zemra që ne ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk mundet me u pastru edhe me qenë të shëndosha nëse në to ka gjurmë të shirkut dhe të nifakut. Pra tema e 15 është smundjet më të rrezikshme, smundjet më të rrezikshme të zemrës. Nëse një njeri, me thonë, me zemrën e tij nuk e synon vetëm Allah, po ka i madhnum është dikush tjetër bashkë me Allah në zemrën e tij. Kjo llogaritet një prej smundjeve më të rrezikshme, e cila quhet në gjuhën, me thonë, e fesë shirk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ua ka tërheqë vërejtjen, me thonë, ummetit e tij, sahabëve dhe krejt muslimanëve që mos merronë në çket gabim. Se ka thonë, nuk ka me ndodhë kiameti derisa shumë kabile të ummetit tim të kthehen prap në shirk. E ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, çka është shirku? Shirku është me barazu dikan pe krijesave me Allahun, në diçka që i takon veç Allahut, që kjo është definicioni. Dikan e barazon me Allahun në diçka që i takon vetëm Allahut, dhe kjo është, kjo është gabimi më i rëndë që mundet me bë njeri. Se njeri mundet me bë gabim edhe ndaj insanit, mundet me bë gabim edhe ndaj vetvetes, mirë po me shkel të drejtën që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala, kjo është gabimi më i rëndë. Për çat njeri nëse vdes edhe ka bën shirk, Allahu subhanahu wa taala nuk e fal këtë. Ka thonë Allahu në disa vende në Kur'an, surën Nisa diher ka thonë, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allahu nuk e fal shirkun, pra në botën tjetër, se përderisa jemi në këtë dunja, Allahu i fal krejt, me kush që mi plotsu kushtet e pendimit. Se sahabët janë konë mushrik, e kanë pranuar Islamin. Ashtu e fal Allahu nëse pendohesh derisa i gjallë. Allahu i fal krejt, e fal kufrin, nuk ka dikush ateist, konë bëhet musliman. O konë për shembull ndonjë fesë tjetër e pranon fen Islam, këtë Allahu e pranon. Mirë po me shku te Allahu i madhnum, me shku në botën tjetër, ndërsa i ki bon shirk atij, që këtë Allahu nuk e fal. Thot, transmeton Enesi radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, ekberul kebairi el ishraku billah wa qatlu nafs wa uququl walidain wa qawlu zur. Thot pejgamberi, më i madhi i krejt gjunaheve, prej gjunaheve të mëdha. Më i madhi prej këtë gjunaheve të mëdha, jo prej gjunaheve të vogla, se gjunahet ndahen në të vogla edhe të mëdha. Prej gjunaheve të mëdha, më i madhi është me i bën shirk Allahut, mase ne me vrar dikan pa drejtësisht. E treta është me kundërshtu, mos me i respektu prindërit, mos respektimi i prindërve, dhe e katërta, me fol fjalë të kota dhe me dhënë dëshmi të rrënjshme. Kjo është një hadith. Hadithi tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, ela unabbiukum bi akbaril kebair. A doni mi u kallëzu për gjunahin më të madh për krejt gjunaheve të mëdha? 3 herë tha vezën. Mase e numroi çka tha, me i bën shirk Allahut, mos respektimi i prindërve. Mos respektimi i prindërve është për qëllim kundërshtimi i prindërve dhe armiqësimi i tyre. Dhe e treta është dëshmia e rrënjshme. Një hadith tret
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Amri se një beduin erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullah, mal kaba'ir?" O i dërguari i Allahut, çka janë gjunahet e mëdha? Cilat janë gjunahet e mëdha? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Me i bë shirk Allah." Ai tha mas asaj, tha mos me i respektu prindërit. Tha mas asaj, tha betimi i cili të fundos. Quhet arabisht yaminul ghamus. Betimi fundosës. Kështu, ju e kuptoni fjalën betim me bobe, po fundosës. Pse e ka qysh kështu? Tha çka është ky betimi fundosës ja Rasulullah? Sa vaj se murvesht. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ban be për mja marrë një pjesë të pasurisë muslimanit, po ban be rrenshëm. Ban be rrenshëm. Veç për mja marrë pasurinë dikujt. Valla bila ban be, në më thonë dëshmon diçka me rrenshëm, me betim për mja marrë dikuj pasurinë. Kjo është një prej gjinave më të mëdha, për çat pse quhet fundosës? Për arsye se e fundos atë që e bën këtë gabim në xhehenem. E tash edhe shirku, edhe nifaki, nëse në zemër nuk e pastrojmë zemrën prej këtyre gjunaheve, do të thonë llogaritet se zemra nuk është e pastër, e çiltërt, do të thonë dhe e drejtuar ka Allahu subhanahu wa taala, do të thonë komplet. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet për ajeteve kuranore, thot wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw alayhim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Se njeri i cili ka shirk në zemrën e tij, do të thonë ka një të madhnum dikan tjetër përveç Allahut në zemrën e tij, ai ka mendim të keq për Allah. Ose njeri i cili e mshef nifakun, hipokrizin në zemrën e tij, ai ka mendim të keq për Allah. Thot Allahu subhanahu wa taala, për mi bë azab Allahu munafikët dhe munafiket, mushrikët dhe mushriket, që mendojnë keq për Allahun, e atyre e keqja qoftë mbi ta. Allahu është hidhru me ta, i ka bo lanet, pra i ka mallku, dhe ua ka përgatit xhehenemin sa vendbanimi keq që është, në me thonë që është ai. Edhe me e dash dikan, për shembull, prej formave të këtij shirkut, është me e dash dikan çish duhet Allahu. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dun. Dashnia që është ndjenje kujt? E zemrës. Nëse dikush e do dikan, çish duhet Allahu. Dhe me e ka në qatë nivel dashnin ndaj dikujt. Atëherë, thot Allahu subhanahu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka njerëz, thot Allahu subhanahu wa taala, të cilët kanë zotra përveç Allahut që i duan sikurse Allahun i duan. Yuhibbunahum walladhina amanu ashaddu hubba lillah, ndërsa ata që kanë besu mas shumë të edhen Allahun subhanahu wa taala. E tash, ka pun shirku ndahet në shirk i madh dhe shirk i vogël. Nëse dikush për shembull shkon te tyrbet, ndonjë tyrbe, edhe kërkon risk nga i vdekuri, ose kërkon shërim për ndonjë smundje që nuk shërohet, ose kërkon fëmijë, kjo është shirk i madh. Nëse dikush e bën një vepër që i përngjan shirkut madh, por nuk nxjerr nga feja, se kjo e para që i përmenda shembujt e para, ato do të dalin prej fesë. Por që nëse dikush shkon edhe lip, pse se faktikisht nëse lipi njerëzve të mirë diçka që mundet veç Allahu me ta dhënë, kjo llogaritet një punë, domethënë që e nxjerr njerin prej imanit. Se imani është sikur avdesi.
Ka gjona që ta prishin abdesin, ka gjona që ta prishin imanin, ka gjona që e prishin imanin. Si ta bëjsh, për shembull, me sha pejgamberin, ose me lujt me fen, mu tall, me bahajgare, ose me barazu dikan me Allahun në gjëra që i takojnë vetëm Allahut. Këto janë gjona që ta prishin imanin. Me bo këtë gabim njeri, duhet mu pendu edhe me thonë prap shahadet, edhe mu këthi ndim për zditi. Këtë janë shirk i madh. A shirk i vogël janë do punë, do me thonë që quhen shirk i vogël, të cilat nuk e nxjerrin njerin prej imanit, mirë po janë gjunahe të mëdhaja. Janë gjunahe të mëdhaja. Për shembull, mu betu në dikan tjetër përveç Allahut, që është një prej problemeve të përhapura në popullin tonë. Ka thonë pejgamberi sa, kush betohet, ja të betohet në Allahun, ja të mos betohet hiç. Më ka thonë, kush betohet në dikan tjetër përveç Allahun, i ka bo shirk Allahut. Pse i ka bo shirk? Pse se njeri betohet në të madhnumin që e ka në zemrën e vetë. I madhnumi kryesor në cilin duhet mu betu është vetëm Allahu subhanahu. Kjo nuk do me thonë se ne nuk i kena të rëndësishme familjen, e vatanin, e si bën njerëzit, besën, të janë të rëndësishme për neve, po nuk janë në pozitën ati që ne adhurojmë. Ose për shembull me fjalë me krahasu dikan. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Masha Allahu wa shit." I thot pejgamberi sallallahu. Thot, ajo se fjala masha Allah, do me thonë, çka do Allahu, bëhet. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do Allahu dhe çka dush ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, subhanallah, thot, e ambon e barabar me Allahu. Thuj, çka do Allahu, pastaj çka do ti. Veç në fjalë. Se kjo pak, se ai njeri që e ka thonë këtë fjalë, ai se ka pas për qëllim me madhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po duhet me pas në kujdes edhe në fjalë që shprehemi, në mënyrë që mos më u kuptu nga dëgjuesi sikur ne e madhnojmë dikan, qysh e madhnojmë Allahun, qoftë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qoftë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë disa dietar po thon, edhe për shembull na për xhamia, kjo është një shembull. Na për xhamia e vënojnë ka njëna anë një plakat e shujnë Allah, ka ana tjetër e shujnë Muhammed, që të nëse kena, amo janë në për xhamia. Disa tjetër kanë thonë këshire. Kjo nuk është faktikisht dyqysh, ato nuk e kanë pas këtë synim. Dhe me këne e kena Allahun Zot, Muhammed sa pejgamber. Mirë po, në formë të barabartë, mirë po, di plakata, kënejna Allah, kënej Muhammed. Sikur të do jo musliman, e kanë nën kuptu dhe me muslimant i madhnojnë di zotra, Allahun dhe Muhammedin. E kam dëgjune prej krishterve, për shumë saj, më thonë, që ka pajtë, fotografis, njef, kur gjo, nuk e di islam. Kanë thonë, nuk është në regull kështu mi vënu këto. Se jep me kuptu diçka si kur ne barazojmë dikan me Allah, subhanallahu, edhe psa ta nuk është ajo njeti. Për qatë nuk duhet me po kur gjo, asni fjalë, asni do me thonë që edhe këto vizatimet e emrat Allahut, për që Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe shtosh barabar me emrin Allahut, me vënu edhe emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush është? Njeri më i mirë që ka kriju Allahu. Ne me dasht ata dhe me ndjek ata e dojnë Allahun faktikisht. Se që ashtu ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Është më i dashmi i jonë edhe se familje tona, edhe se babalartë, edhe se nanat, edhe fëmijët, edhe familje, edhe pasuria. Është pejgamber. Mirë po kur nuk mundet me arritat gradën, do me thonë që me koni barabart në diçka me Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po, shirku i vogël, për shembull betimin e dikan tjetër përveç Allahut, është gjuna. Mirë po, nuk e nxjerr njerin prej dinit. Vetëm se është gjuna më e madh se sa gjunahet e mëdha. Që unë po e them kështu. Edhe kjo është subhanallahu. Me bo ben dikan tjetër përveç Allahut
është ma gjuna se sa mi bon gjunahe, për shembull, se sa me pije alkohol. Kjo është shumë e rrezikshme. Mirë, pikaje ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, që kanë kuptuar sahabët betimin, që është betimi është një gabim duket në shikimin tonë shumë i vogël, me bo ben dikant tjetër përveç Allahut. Është më i madh se gjunahet e mëdha që i bën njeri, që një musliman zor mundet me rënë atë gjuna. Sigur sa është alkooli, sigur sa është zinaja. Ma rrezik është mu betu në dikant tjetër përveç Allahut. Pse? Se haki i Allahut është në pyetje. Ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, li an ahlife billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlife bi ghayrihi sadiqan. Dhe kjo të regon sahabët që kanë kuptu këtë punën e, dhe me thonë, shirkut. Ka thonë kështu Abdullah ibn Mesudi. Me bo be në Allahun rrenshëm. Shka thamë? është për gjunave të mdoja. Thot me bo be në Allahun rrenshëm, është ma e lehtë për mu, ma shumë e kësha pranu me bo be në Allahun rrenshëm, se sa me bo be në dikan tjetër përveç Allahut, ama me sinceritet. Që do me thonë dikush, vallahi, billahi, tallahi, edhe rrenjë. është gjuna ma i vogël, me gjithë sa është gjuna i madh, në krahasim me dikush me thonë pasha bukën, ose pasha vatanin, ose pasha familjen, ose pasha flamurin, ose ose pasha besën, ama dha është i sinqert në betimin e tij. Cila është ma e ranë? Ma e ranë është kjo e dita. Megjithse ne e dim se betimi rrenjshëm në Allahun, pse është gjunah i madh? Se ti qish emrin e Allahut e ke çpërdor, kjo gjunah i madh është. Mira mo, ki bo be në Allahun, se ki bo be në dikan tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, i cili është gjuna shumë më i madh. Çka më thon me bo be në dikan tjetër përveç Allahu subhanahu? Çka do të thon me i bo shirk Allahu subhanahu wa taala? Shirk me i bo Allahu subhanahu wa taala, ashtu sikur se i ka tregu Allahu Jahjes alayhis salam. Shembulli atij që zemra e tij është e lidhur me dikant tjetër përveç Allahut, që e madhnon dikant tjetër përveç Allahut, që e barazon dikant tjetër me Allahun, është si shembulli i një njerit, këtë ka thonë kush? Jahja alayhis salam, po ja ka zbrit Allahu. Është si shembulli i njerit i cili shkon e merr një punëtor me pagesë. Për mja kry një punë caktume, mi punu të shtëpia, mi a rregullu për shembull borina, mi a rregullu një mura, një bafqa, një sen. Edhe i thot, që punën, që mëditjen. Edhe ki kur vjen mbrëmje, kur gjon s'ka punu, ka shku ka punu për qetër kan. Ki punëtori ka shku ka punu për qetër kan. Qashtu i bie, ai i cili, në me thonë Allahu subhanahu wa taala të ka kriju. Allahu të ka thonë forcë, e të ka thonë shnet, e të ka thonë mundësi me punu, edhe ti shkon e bën ibadet edhe e konsideron në vend të Allahut ose zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala dikan tjetër. Që kjo është shembulli i shirkut. Për çfarë është gjunahi më i rëndë? Kur do dalë Ibrahimi alayhis salam përpara Allahut, këtë tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Baba i Ibrahimit alayhis salam çka ka bën? Ai se ka besu Azeri nuk e ka besu djalin e vet. Nuk i ka besu. Edhe plus do me thonë ai e ka pas zanat me i gdhent idhujt. Me vandrej që të putat që populli Ibrahimit alayhis salam, ku ka jetu Ibrahimi alayhis salam në Palestinë, në më thonë populli ti ka në dhuru idhuj. Edhe kur të dale para Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe thote Ibrahimi a.s. O Zotë jem, ti më ki garantu mu, më ki garantu se s'kime poshtru në ditën e gjykimit. Po thot,
a ka poshtrim më të madh se sa baba jem me shku për gjithmonë në xhehenem? Thot Allahu subhanahu wa taala, fjala ime për ata që i kanë bërë shirk Allahut nuk kthehet mas. Edhe Hudh e shëndron babën e Ibrahimit a.s. në hienë, në kafsh, edhe Hudh në zjarr të xhehenemit. Ibrahimi a.s. kush është? Khalilullah. Khalilullah do me thonë më i dashmi i Allahut. Më i dashmi i Allahut. I cili kur okonaj, do me thonë në dunja, okon i vetmi që i ka besu Allahu subhanahu wa ta'ala drejt edhe këtë dunjaja janë konë mushrik. Edhe ka qëndru. I ka thonë kena me, sa i shka boj, i ka prishë të putat e popullit vetë. Kur shkojnë ato mbledhen dikun, Ibrahimi a.s. i shkatron, do me thonë, ato putat e popullit të vetë, edhe mësën ato vendosin me ekzekutu, me mbyt, edhe me katapulta, me një katapult madhe e lidhin, e ndezin një zarë madhe dhe e gjujnë. Edhe ki, do me thonë, është një shembull se si në zemrën e ti nuk e ka pas asë kënd përveç Allahun subhanahu wa taala të madhnuar. Qatësa, Ibrahimi a.s. e pat lutë Allahun azza wa jall dhe i pat thonë, o Zot, me bo me madhon të imu një fmi, une e pres për ti kurban. Edhe në pleçni Allahu subhanahu wa taala ja fali kanë Ismailin me Haxherën. Se i ka pas dhe gra, Sarën, se me Sarën s'kishte fmi, e kishte shumë qef me pas fmi. Edhe pastaj, do me thonë, u martu me Haxherën, që ja dha e mbreti e Egjiptit. Me thonë, ja dha si robnesh. U martu dhe Allahu ja fali një fmi. Kur ai fmija u rrit pak, Allahu subhanahu wa taala ja çoi në ndër Ibrahimit a.s. çfarë lutje dhe çfarë treptimi i ka dhënë Allahut. Sa i pa thonë, o Zot, unë për ti, unë e vladin te me pres kurban. Dhe me thonë, qatë që ishte që, me thonë, i vendosër. Edhe janë nisi me pa në ndër, e dini historinë që e tregojnë zakonisht për kurban Bajramit, prej kur ka mbet edhe kurbani. Për qatë Allahu subhanë, edhe kur e erë momenti, aja pa që du të me qunë vend urdhin Allahut. Edhe ishte aq i përkushtum ndaj Allahut, që e vladin ishte në gjendje me prej, se ja ka thonë fjallën Allahu subhanë. Për qatë Allahu e qyti qka? وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allahu e ka dashmin më të madh Ibrahimin. Edhe një tjetër e ka Khalil. Vetëm di krijesa Allahu i ka të dashmit më të madh. Edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë thot Muhamedi sallallahu Allahu mum ka të dashmin më të afërm, çashtu sikur se e ka pas Ibrahimin. Edhe subhanallahu shumë interesant kur do me thonë kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa Ibrahimin alayhi salam, do me thonë Miraç të shku, do me thonë thot ishte une i përgjajshëm, do me thonë shumë, sikur une ishte në pamje Ibrahimi alayhi salam, kon si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa e faktikisht është stërgjishi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i ka jetu shumë mija vjet përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E çki Ibrahimi alayhi salam, i cili ka qenë gjendje me ofru e vladin e vetë kurban për Allahun, edhe nuk ka pas në zemër dikan tjetër të madhnuar përveç Allahut subhanahu wa taala, a dhe çfarë duaje ka bë? Ka thonë wajnubni, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Ibrahim ajeti 35-36. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina. Kur Ibrahimi tha, o Zot, që këtë vend të sigurt për Qabën. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dhe më largon mu, o Zot, dhe fëmijët e mi që mos i adhurojna putat. Kur e bën tefsir dietar, subhanallahu, çish be Ibrahimi alayhis salam, pejgamberi Allahut, më i dashmi i Allahut, i cili s'ka pas në zemër kërkan përveç Allahut, është frigu që mos i adhuroj putat. Duhet me pas frikë njeri prej shirkut. Mos thote, valla unë jam musliman, unë nuk ndryshoj. Nëse bën vaki, bën shorob i dinarit, bën shorob i dunjas, bën shorob i
knatësive të ndryshme të kësaj bote. Ndryshon zemra. Ibrahimi a.s. ka bën dua, ka thonë, o Zot, largon mu dhe fëmijët e mi që mos i bëjmë, që mos i adhurojmë putat, thot Ibrahim e Temi, njëri prej dietarëve. Thot nëse Ibrahimi a.s. është tot prej shirkut, çka ka mbet puna për neve? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve dhe ka mësuar një lutje që duhet me bën njeri nga frika mos me ra në shirk, se shirku është në shumë forma. Për shembull në zemrën tënde është i madhnuar dikush sikur se Allahu subhanahu wa taala. Kjo zemrë smut. Mundet me ndodh kjo me kohë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Thuaj, o Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje që mos të bëj shirk pa dije dhe kërkoj falje për gjunahet që i bëj me dije. Për gjunahet që i bëj me dije. Për çka dua do të më përsërit njëri shpesh. Me thonë Allah, rujum prej shirkut. Rujum se ka të njerë ndoshta, për shembull, prej fjalëve që konsiderohen prej shirkut të vogël, fjala e njerit është mos me paskon filan mjeku, mos me paskon filan mjeku, unë e kisha vdek. Mos me paskon filani me ma dhon ndihmën e parë, unë e kisha vdek. Kjo nuk preferohet, nuk lejohet me thonë kësi lloj shprehje. Duhet me thonë mos me paskon Allahu, masën e me pasbon sebeb filanin. Për shembull thotë dikush, mos me pasbon alarmi, unë do me thonë kishin me hi hajnat në shtëpinë time. Po mirë, ku është shkaktari kryesori këtë gjanave Allahu subhanahu wa taala. E ngjashme me këtë është edhe friga prej nifakut. Do me thonë frikë se njeri, do me thonë nifaku gjithashtu sikur se shirku që është i madh dhe i vogël, edhe nifaku ose diftërsia është në dy kategori. Nifaku i madh që e nxjerr njerin prej islamit është me mshef në zemër kufrin dhe mu paraqit si musliman. Mira ma ka do punë të cilat janë i ngjajnë nifakut madh. Ata janë, për shembull, do me thonë, me s'me majt fjallën, me tradhu, me rrejt. Në thonë, këto janë veprë gjunahet mëdhaja të cilat të regojnë se në zemrën e njerit ka nifak. Për që ka thonë, me thonë, 4 cilësi kush i ka, ose në disa transmetime, 3 shenjat e munafikut janë, kur folë rrejn, kur premton se mba premtimin, dhe kur i lihet diçka në emanet në bes, e tradhon emanetin. Pse? Se ki faktikisht e mshef në zemrën e tij besnikrin, lojalitetin, në më thonë moralin, ahlakin e mshef në zemrën e tij, ndërsa paraqitet kinë sa është musliman me një. E tash, çka na intereson neve në zemra për me kone shnosh, duhet me nxjerr, në me thonë, mos me sinu dikan tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, nga zemra. Duhet me la zemra për këtyre gjanave. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që më shumë t'ju frigohem për ju është shirku, i cili është më i msheft në umetin tim se sa të ecurit e mizës për toke. Një mizë përdhese, do me thonë një mizë përdhese, a njihet kur ec, me konë një mizë sot ja e njëti, jo, qashtu është i msheft shirku. Për që duhet me i pasur zemë? Qish pastrohen zemra? Duke ju drejtu vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke i bën ibadet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke i largu prej vetvetes sy e faqësin. Mos me bën ibadetet për sy dhe për faqe, për me dal emri, për me të lavdru dikush, mos me bën ibadetet për me fitu diçka prej dunjas. Ka dikush e përdor fen për me fitu diçka prej të mirave të dunjas. Kretë këto do me thonë janë smuni. Kur largohen nga zemra, do me thonë atëre ibadeti është vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe ajo zemër, do me thonë është zemër e shëndosh e cila i pranon veprat e mira dhe ju ban rezistencë veprave të këqija. Allahu subhanahu wa taala na i pastroj zemrat tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.